Kam marrë shumë make-up të reja të Sephora. Do ja tregoj të gjitha një nga një, do bëj një Sephora haul. Jam përpjekur të marr vetëm produkte të reja. Nisim me powder bronzerin, është ky nga House Lab, mora shading light dhe kishte vetëm review të mira për këtë, nuk e kisha provuar asnjëherë. Kur po zgjidha make-upet kisha vetëm 30 minuta kohë para se të mbyllej Sephora. Dhe nuk kisha shumë kohë për të gjetur ngjyra të duhura, vetëm të njëra nga këto mund kisha marrë një ngjyrë pak më të hapur, por doja t'rregoj pastaj. Gjëja kryesore që doja të merrja ishte kjo paleta e Huda Beauty't. Bëti sa kohë që mendoj ta marr të paletën. Është një nga paletat më të bukura që kam. Nëse unë do kisha një palet, do dukej fiks kështu. Unë po i merrja të gjitha gjërat me shumë shpejtësi sepse mendova se nuk do iknin përsëri te Sephora. Kur mora këtë paletën dhe e hapa në shtëpi, ishte thyer ky shade këtu. Prandaj koti zgjodha shpejt ditën e parë këto sepse më desh të shkoja përsëri te Sephora që ta ktheja dhe të merrja një të re. Dhe akoma nuk e kam përdorur sepse dua të bëj një video vetëm për këtë. Furça ime kryesore që të spumoja make-upin ka qenë gjithmonë kjo, por e kam ndjekur këtë furçën këtu pa dashje me tharse dhe kam pak bezi të blej të njëjtat produkte. Është kjo furça nga Hourglass, është dhe më e vogël se kjo. Nuk isha provuar asnjë furçë nga Hourglass më parë. Nuk e kam pas marrë këtë sepse mendoja se nuk do i sfumonte shumë mirë produkte, nga që në krahasim me këtë është pak më ngushtë si furçë. Por mbasi e provova, për mendimin tim është pak më mirë se kjo e Marios, sepse më mbante produktin fiks ku e doja unë, por në të njëjtën kohë duke e sfumuar. Mund të jetë një nga blerjet më të mira që kam bërë në make-up. Mund të ishte shumë specifike me vendosjen e produktit me këtë. Këtë e rekomandoj shumë. Vazhdo me këtë liquid bronzer të Natasha Denova. Mua më pëlqen që mos ta ndiej shumë make-upin në lëkurë. Dhe kjo thahej vet. Problemi me këtë ishte që nuk kishte shumë ngjyra, ose më saktë kishte ngjyra që anonin shumë në të kuqeremt dhe pak në portokalli. Unë mora shade më të hapur, nuk e kam vendosur tani, po duket shumë natyral kur e vendos, sepse nuk është se ka shumë diferencë me lëkurën time. Një tjetër produkt që nuk e kisha provuar ndonjëherë ishte ky concealeri nga Lancome. Ky ishte produkti që thash mund kisha marrë një ngjyrë pak më të hapur, sepse kur e vendosa në shtëpi ishte shumë i errët. Kur të shkoj përsëri te Sephora do marr një shade pak më të hapur. Tani që kam vendosur bashkë me një concealer më të hapur, atë të Hourglass, por që më pëlqen shumë, duket shumë bukur në lëkurë. Mora përsëri setting powderin e Hudës, por mora një shade tjetër, mora shading Pound Cake. Me concealerat që kam mund të jetë pak si shumë i verdh. Por dhe ai shade Cherry Blossom nuk doja ta përdorja më sepse sikur nuk po më funksiononte më me mënyrën që po e bëj unë tani make-upin, se sikur po më theksonte shumë rrafet e syve kur e vendosja. Doja në fakt të merrja minin e kësaj që ta provoja si shade, por nuk e kishte. Prandaj mora dhe full size. Tjetër kam marrë këtë setin e Fentyt. Unë e kam të xixën këtu, por e kam të madhe dhe më pëlqeu shumë fakti që ishte e vogël. Vinte edhe me këto dy produkte të tjera që unë nuk i kisha provuar ndonjëherë, prandaj e mora. Të Rimmelin që ishte për volum dhe këtë si lip balm. Kjo ishte një roz shumë e bukur dhe ndihet shumë hidratuese në buzë. Ti bën buzët të duken më shumë të plota. Nuk e di pse mua nuk më qellon asnjëherë që të më japin samples. Kam marrë disa produkte dhe më kanë dhënë vetëm këtë, që është një heat protector dhe një mini krem sysh që nuk është se më pëlqeu shumë. Po nëse vazhdojmë te produktet që kam bler, vetëm këto të treja kam ribler si produkte sepse më pëlqejnë shumë dhe doja t'i përdorja përsëri. Charlotte Tilbury Mini Flawless Filter. Vura re diçka, prandaj mora mini, që mini ka një ngjyrë